Vazhdoni punën e mirë që baba një. Po, ishme së këtë, kada. Sot në Kosovë, si gjithmonë, zgjedhjet trajtohen dhe janë fest. Ditë e mirë, mëngjesi mirë, dhe të shpresojmë se do t'jetë dhe një proces i mbare i mirë, si që ka ditur gjithëherë populli i Kosovës të sillet në procesin zgjedhore. Pra, sot është dita kur vendimarrja kthehet qytetarit sovranit, siç duhet të jetë gjithëherë, dhe kështu vendoset fati i qyteteve tona, komunave tona për 4 vite të ardhshme. Jam i lumtur për nivelin demokratik që së shoqëria tregojmë gjithëherë në procesin zgjedhore. Disa çështje shpeshherë po i marrim si të mirëqena, por më besoni se në standardet e Ballkanit Perëndimor, besallet e Evropës, mënyra se si organizojmë zgjedhjet, si dalim në mënyrë festive, si pranojmë rezultatet, e si e trajtojmë procesin zgjedhor është mrekulli e veçantë demokratike, me cilën populli i Kosovës duhet të krenohet dhe për cilën e uroj. Duam veçanërisht të uroj të gjithë komisionerët, vëzhguesit, prokurorinë, policinë e Kosovës që kujdesen që ky proces të jetë i mbarë dhe i mirë. Dua t'ju falenderoj juve, mediave që vazhdimisht i jepni dritaret të informimit qytetarëve të Kosovës, po e themi fest është sot, fest do t'jetë data e 9 nëntorit edhe sonte, në mbrëmje kur përfundon procesi votimit. Deri në këtë orë LDK nuk ka ndonjë ankesë për procesin përgjithësim? Jo, nuk kemi asnjë ankesë, vëzhguesit dhe komisionerët tanë janë gjithandej Kosovës, edhe në komuna ku jemi në gatë. Pra, LDK-ja e trajton me kujdes procesin zgjedhor, sepse beson në demokraci, beson në vendimarrje të lirë, prandaj jam i bindur se gjithçka do shkojë mbare mirë, le të sillemi si duhet, le të punojmë secili në rrugën tonë të mbarë të mirë, për të tjera do të vendosë qytetari i Republikës Kosovës. Kur presti që ta marrim vesh nëse do të votojmë sërish këtë vit ose vitin e vet? A jetu fol për zgjedhje nacionale? Tani besoj që me njëherë nga dita nesërme do të kthejmë fokusin tek zgjedhjet nacionale. Pritjet tashmë janë se në fund të dhjetorit do të kemi pjesën e ardhshme zgjedhore dhe vendimarrjen demokratike në Republikën e Kosovës. Ju falenderoj gjithë edhe një herë e punë të mbarë sot.